Historia ime. Askush nuk e mban mend sakt ditën kur Arbeni vendosi të largohej, jo sepse ishte e parëndësishme, por sepse ishte një nga ato vendime që duken të zakonshme, një bisedë në kuzhinë, një filxhan kafe i ftohur, një heshtje më e gjatë se zakonisht. Ai ishte 34 vjeç, baba i 2 fëmijëve, punëtor krahu, nuk kishte borxhe të mëdha, por kishte diçka më të rëndë se borxhi, ndjesinë se po mbetej në vend. Vetëm edhe 2 vjet i kishte thënë gruas, punoj fort, kurse im diçka dhe kthehem. Askush nuk e dinte se ai vetëm për 2 vjet do të shndrohej në një histori që ende sot përmendet me zë të ulët. Gjermania e priti ftohtë, jo nga moti, nga njerëzit, një dhomë e vogël, 4 burra brenda, turne të gjata pune dhe një gjuhë që nuk e kuptonte. Ditët i kalonte në ndërtim, netët duke parë fotografi të fëmijëve në telefon. Në fillim telefonatat ishin të gjata, pastaj u bën më të shkurtra, pastaj më të rralla. Jam i lodhur, thoshte, kam punë nesër herët. E vërteta ishte tjetër. Arbeni punonte pa kontratë, pagesa me vonesë, presion nga mbikëqyrësit, frikë se mos e humbte vendin e punës. Një ditë rëshqiti nga skela, asgjë e thyer, vetëm shpina. Nuk ka nevojë për doktor, i thanë, nëse s'punon, ka të tjerë. Ai punoi, me dhimbje, me qetësues, me heshtje, dhe pikërisht aty diçka filloi të thyej brenda tij. Kur u kthye për herë të parë në shtëpi pas 14 muajsh, të gjithë e pritën si hero, por fëmijët nuk ju afruan me njëherë. Ai ishte i pranishëm, por jo aty. Nuk fliste shumë, nuk qeshte. Zëri i ishte bërë i ulët, i rënd. Natën zgjohej pa pritur, dita i dukej e gjatë. Jam mirë, thoshte, vetëm i lodhur pak. Pas 2 javësh u kthye sërish jashtë. Telefonata që ndryshoi gjithçka. Ishte një mbrëmje e zakonshme. Ora rreth 22:30. Telefoni ra, një numër i panjohur. Zëri në anën tjetër fliste anglisht me theks të rënd, fjalë të copëzuara, një emër, një spital. Arbeni ishte gjetur pa ndjenja në dhomën ku jetonte. Diagnoza: kolaps nervor. Në spital ai foli pak, shikonte tavanin, duart i dridheshin. Psikologu i tha diçka më të thjeshtë, por të rënd. Ke mbajtur shumë brenda për shumë gjatë. Ai nuk ishte qarë kur kishte rënë nga skela, as kur nuk i paguanin rrogën, as kur i mungonin fëmijët. Trupi i tij e bëri për të. Kur u kthye përfundimisht në shtëpi, nuk kishte muzikë, nuk kishte darkë familjare, kishte heshtje. Ai ishte aty, por jo i njëjti njeri që kishte ikur. Nuk e duronte zhurmën, nuk dilte shumë, punët e vogla e lodhnin shpejt. Disa thoshin, është bërë dembel, askush nuk e pyeti çfarë kishte parë, çfarë kishte ndjer, e çfarë kishte humbur. Djali i vogël i tha një ditë, babi pse nuk luan më me mua? Ai nuk dinte çfarë të thoshte, sepse si ti shpjegosh një fëmijë se ndonjëherë njeriu kthehet, por diçka mbetet rrugës. Historia e Arbenit nuk është e vetme. Ka qindra, mira, njerëz që ikin për bukë, kthehen me plagë që nuk duken, plagë që nuk shërohen me para. Sot Arbeni punon pa korë, merr terapi, mëson të flas për atë që ndjen. Nuk është më i forti, por është gjallë. Dhe ndonjëherë forca më e madhe është të pranosh që nuk je mirë. Sa histori të tilla kalojnë pa u treguar. Sa njerëz kthehen normal, vetëm sepse nuk flasin, dhe sa prej nesh i pyesin vërtet. Historia ime.